Falja në Islam. Allahu me të vërtet është shlyes dhe falës i gjunaheve. Ai e pranon pendimin e robërve të vet, i fal gjunahet dhe i di të gjitha çfarë punoni ju. Zoti juaj ka thënë: "Lutmuni mua, se do t'ju përgjigjem." Me të vërtet, ata që tregohen mendje mëdhej e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhehenem të poshtëruar. Allahu nuk ju ndëshkon për betimin që e bëni pa qëllim, por ju ndëshkon për betimin e bërë me qëllim. Larja e gjunahut për thyerjen e betimit është ushqyerja e 10 të varfërve me mesatare në ushqimit të familjes suaj, ose t'i vishni ata, ose të lironi një skllav. Ai që nuk gjen mundësi për këto, le ta agjëroj 3 ditë. Kjo është shlyerja për thyerjen e betimeve tuaja nëse betoheni. Mbani betimet tuaja. Kështu ju a shpjegon Allahu fjalët dhe ligjet e veta, që të jeni mirënjohës. Përjashtim, bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të tillë, Allahu i ndërron veprat e këqija në të mira. Allahu është falës e mëshirëplot. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me ato të keqe, por ato që fal dhe pajton e pret shpërblimi i Allahut. Ai në të vërtet nuk i do të padrejtët, të cilët i japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe u afalin fajet njerëzve. Allahu i do pamirësit.